Mirëmëngjesi njerëz të mirë, kudo që ndodheni në botë. Sot do doja t'ju bëja një pyetje. A ju ka ndodhur ndonjëherë të ndjeni sikur jeta po ju vë përpara të njëjtit provim? Sikur ju përsëriten situatat, por me njerëz të tjerë, me fytyra të ndryshme, ama në fund me të njëjtën ndjenjë boshllëku. Dhe çdo herë, edhe pse ti përpiqesh t'i japësh më shumë dashuri për të shpëtuar nga këto situata të përsëritura, prap në fund ti mbetesh akoma me më shumë boshllëk. Sa arrin deri aty sa të mendosh se ky pas ka qenë fati im. Por jo, universi nuk po të ndëshkon. Ai po të zgjon, sepse çdo përsëritje që ai të jep është një thirrje ku të thotë mëso të duash veten tënde fort. Po do thuash ti, unë e du veten time. Kurse unë po të them, po ta doje veten tënde fort, nuk do lejoje të shkatroje shpirti yt për të mbajtur dikë tjetër në lumtur, sepse ti po mendon se po bën mirë. Kur ti fillon ta kuptosh këtë, shikon se diçka po e ndryshon jetën tënde. Ti nuk e ndjen më atë nevojën të bindësh diko, të shpjegosh apo ta shpëtosh atë. Ti thjesht ndalon dhe zgjedh veten tënde dhe do vetëm qetësi dhe paqe në shpirtin tënd. Pikërisht në atë moment universi fillon dhe të buzëqesh, sepse më në fund ti e ke marrë mësimin. E ke mësuar që dashuria e vërtet nuk vjen përmes dhimbjes, por përmes paqes. Përmes paqes që ti krijon kur nuk lejon më të të marrin dritën. Dhe kur ti mëson ta duash veten në këtë mënyrë, atëherë jeta fillon të ndryshojë frekuencë. Fillojnë të afrohen njerëz shumë ndryshe nga ata më parë. Këta njerëz kanë frekuenca të larta, kanë shumë dashuri. Dhe situatat ndalojnë së përsërituri, sepse mësimi është mësuar. Dhe ti je gati për një nivel më të lartë, për nivelin e shkëlqimit të dritës tënde. Unë ju falenderoj shumë që më dëgjoni dhe që më shkruani, sepse ju jeni frymëzimi im. Unë ju uroj sot një të diel të bukur me familjet tuaja dhe le të shihemi në videot e tjera.